Sirasani ka mundur të luaj për Maqedoninë, nuk ka qenë problem. Ndoshta zgjidhja e parë do duhet ishte e Maqedonisë jep për Jasir Sirasanin. Marr parasysh që po pra. A e di pse? Shako Hoxha, sepse edhe Maqedonia është e shqiptarëve. Apo? Jo, nuk është Po si s'është? Po si s'është? Po nuk është e gjitha shqiptarëve. Po janë 700.000 shqiptarë. Jo, po thom edhe e shqiptarëve, nuk po thom e gjitha. Po thom e gjithve. Që jetojnë aty. Në fakt, do të pyes për diçka se ka profesor Gylbyrin atje. Po. Profesor, respekt për gjithë ata që kanë votuar për ty, se janë gjithë njerëz. Janë 20 vite Shako Hoxha, 20. Po unë konsideroj profesor futbolli që tjetër. Tani, nëse zoti Doverlani do t'i bëhet sot një ofertë për ta për të bërë trajneri kombëtar shqiptar. Dhe ta pranoj. Do ishte tradhtor apo do ishte profesorist? Të lutem, mos ta bëj këto krahasime se nuk janë qëndrueshme. Driton Latifin këtu. Driton. Ose teoristi ti punon po driton ti. Jemi me këmbë tok, mos bë krahasime të paqëndrueshme, të lutem. Puna e trajnerit është një punë tjetër.